cila shtres? E para apo e fundit? Nga shpresa. Kush është shpresa këtu? Shtresa. Duhet ti kërkosh... Unë e di si e dun këta, po. Të sa them. Si e duan? Ja do ta shohësh. Si e duan këta? Po e tregova. Po e tregova, mbroj loja, mbaroj loja. Është skem tjetër ajo. Në vdishim me këto skema të mirë. Po qatë, bëjmë se s'kam laf tjetër tani, hë. E di që kanë... Miri, ndiz mikrofonin. Zebe më, jo më fik, nesësh më. Mos e ke mute. Shumë mos e ke mute. Jo më. Më ndizur e ke, regullo antenën apo diçka. Regulloj antene televizorit. Antenën. Kjo është antena, kam përshtypjen. E televizorit. E mikrofonit tatë. Duhet një bokshë më në startë. Ose kjo këtu, që s'me. E mikrofonin tatë. Që ishte? Antena e mikrofonit tatë. Po, antena e mikrofonit tim është në rregull. Është në gjendje të rregullt. Mirë tash. Si ishte ky muhabeti tash Kristi duhet bëj gjithë dramën për të penalizuar ne të gjithë? I ku marrë muhabet. Po dje, se ajo është gjë e vetme që Kristi ditë të bëj. Çfarë të bëjmë? Pse mërzitet që po i ledatoja Kristin, po nga që ishin 2 velinat aty në kokën e Kristit, tash ta bëj dhe unë velinën e tretë. Sa më shumë e bëm? Po e di unë. Pa gjithsesi edhe po se bëra të njëjtën që të bëj. Lëre, pse bë? Jo, kam dëshirë edhe unë që ta dëshirë, ti je mirë. Ta përqafoj, Ke dëshirë, ti je mirë. Unë dhe Kristi kemi hapur si parin. Se dhe Kristi pikërisht të dalë në televizor, sepse Kristi donte të më nxirrte jashtë. Dhe unë i kam shumë qejf njerëzit që duan të më nxjerrin jashtë. Si arriti do të qëllimet, a? I kam shumë dëshirë dhe shumë qejf njerëzit që duan të më nxjerrin jashtë. Pikërisht, po. Atë problem kemi. Po pra. Si do e zgjidhim? Do e Apo drejt cigare dhe... duke Drejt cigare nxjerr dhe... Kristin nga binarët. Po ti e drejt mirë cigaren. Dhe jo vetëm. Edhe muhabetin, edhe skemat. Të tëra. Këtu ka ngel ca fjalë që do ngelen, cilat janë brigadieri, Po, quhet. banakeri, Quhet. skema gjiu.